Kryeministri ka dërguar një letër UNMIK-u duke i bërë thirrje këtij misioni bazuar në memorandumin e mirëkuptimit midis Interpolit dhe UNMIK-ut që të marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që të gjitha hetimet, seancat dëgjimore, aktakuzat ose arrestimet në lidhje me protestat paqësorë të barrikadave gjatë vitit 2022 të pezullohen menjëherë. Sipas letrës, pritet që UNMIK-u të marrë masa për të sjellë situatën në terren në përputhje me garancitë të autoriteteve të Prishtinës që i dhanë Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitin 2022. Në konferencën e Shkupit, udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor dhe Komisionera Europiane për zgjerim Marta Kos diskutuan përpjekjet shtesë për antarësim si dhe fondet nga plani i rritjes. Komisionera Europiane për zgjerim theksoi rëndësinë e planit të rritjes në rrugën drejt integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor. Kos shtoi se tani ekziston një konsenzus i qartë për zgjerimin e mëtejshëm, gjë që nuk ishte rast më parë. Megjithatë, kjo dritare mundet të mos mbetet e hapur për gjithmonë, ka thënë komisionerja për zgjerim. Që nga sot Danimarka mban presidencën e Këshillit të Bashkimit Evropian dhe gjatë mandatit 6 mujor, siç është njoftuar, siguria dhe konkurreshmëria do të jenë përparësi. Sa i përket rajonit, sipas analistëve për Kosova Online, Ballkani Perëndimor nuk do të jetë në qendër të vëmendjes. Sipas bashkëpunëtorit të Institutit për Studime Evropiane Milan Igrutinović, Danimarka si kryesuese mund të jap një frymëzim për dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, ndoshta në lidhje me temat që janë më shumë pjesë e dialogut teknik dhe jo ato që i përkasin nivelit të lartë politik. Pikpamjet e Bashkimit Evropian miratohen në nivelin e gjithë komunitetit, kujton profesori Nejmedin Spahiu. Kështu që edhe gjatë presidencës së Danimarkës nuk mund të ketë një rol vendimtar në çështjen me rëndësi për Beogradin dhe Prishtinën. Edhe sot për të 40 herë antarët e Parlamentit të Kosovës dështuan e konstituojnë organet e atij organi të lartë. Pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese, por edhe pas takimit të liderit të vetëvendosjes Albin Kurtit me përfaqësuesit e opozitës, situata në kuvend nuk ka ndryshuar. Ish zyrtari i Departamentit të Shtetit dhe bashkëpunëtori i lartë i Këshillit Atlantik, Jonathan Moore, tha për CNN-in se pengesa vetme për përparimin e dialog me Serbinë është aktualisht Kosova dhe vlerësoi se presidenti i Shtetit Bashkuara të Amerikës Trump nuk dëshiron të shohë konflikte të reja në botë. Kjo është arsyeja pse shton ai deklaratat e tij për Kosovën dhe Serbinë lidhen me angazhimin e Amerikës për të ruajtur stabilitetin global, përfshirë edhe Ballkanin Perëndimor. Ai shtoi se mungesa e institucioneve dhe stabilitetit politik në Prishtinë pengon përparimin në këtë drejtim. Ministri i Policisë në mandatin teknik i qeverisë së Kosovës, Xhelal Sveçla, vendosi gurthemelin për ndërtimin e një stacioni të ri policor në Zubin Potok, në veri të Kosovës. Në ceremoni morën pjesë zyrtarë të lartë të policisë së Kosovës, si dhe përfaqësues të institucioneve lokale. Sveçla deklaroi se ky është një hap i rëndësishëm drejt forcimit të sundimit të ligjit dhe sigurisë si të gjithë qytetarëve të veriut të Kosovës. Afati i fundit për përfundimin e punimeve është 365 ditë. Periudha motit të thatë dhe jashtëzakonisht të ngrohtë vazhdon. Moti i ngjajshëm do të jetë edhe nesër dhe me nxehtë të ejtën dhe të premten, njoftojnë meteorologët. Nesër temperatura do të jetë deri në 35 gradë Celsius.